Kur kam ardhur në Amerikë, kemi kërkuar ku 500 euro, ku 1000 euro, ku na ofronte dikush 2000, dhe kemi nisur punën në turn të tretë, 12 të darkës me 8 mëngjesit. Kemi punuar për gati 3 vite dhe punoja në fabrikë plastikësh ku prodhoheshin produkte plastike dhe puna e natës, ushqyerja, stili jetës më bëri që të rëndohesha fizikisht, emocionalisht. Menduam të krijonin familjen tonë se tashme i kishim mundësit pas 2 viteve tentim, fëmia nuk po vinte. Drejt me thënë kemi provuar çdo gjë që na është sugjeruar, gjëra popullore, fërkime, ha këtë gjë, ha dhe atë, sepse është stres më vete të vi fundi i muajit dhe të presësh ciklin, edhe kur pyesnin njerëzit, kur do bëni një fëmijë, por kjo është vrarja më e madhe, pyetja më e rëndë që mund t'i bësh një femre. U lodha nga ana emocionale, nga ana fizike, u lodha Odeta, nëse mund të flas çfarë nga të kryerit të seks, nga të kryerit të marrëdhënies që ta bëjmë jo për kënaqësi, po ta bëjmë për procesin që të sjellim në jetë fëmijën. Bashkëshorti ka qenë për herë shtytës për krahas, që ne të hynim rrugës së vjepit. Dhe unë vajta, shqyr Zotit, pata sukses. Unë i konsideroj fëmija, ata djalë vajzë, nuk i them embriona, po. Dhe shtazania este, shqyr Zotit, djali për zhvillohej, barkuritej, djali pësoj 2 herë të fikët dhe nuk e dinim se e quam në spital, e diagnostikuar me mos funksionim të tiroides, me një TSH tepër të lartë, dhe u desh në javën e 3 të ditë lindjes, djali të kapte endokrinolog dhe të merrte ilaç steroide, siç unë marr, dhe vazhdon akoma e sot djali e merr. Përshëndetje miq, siç e kuptuat nga klipi, do të vazhdojmë edhe sot në këtë live me Edlirën, nënën e 2 fëmijëve, e cila jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ditën e sotme do vazhdoj të ndaj me ne atë eksperiencë që ka përjetuar pikërisht në vendi ku ajo jeton. Edlira është bërë gati, është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. E dashur Edlira, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Takohemi sot për herë të dytë në episodin e dytë këtu në live me Odetën për të dëgjuar pjesën tjetër të historisë të eksperiencës tuaj. Në emisionin e parë, i cili u postua edhe në kanalin e YouTube, pati shumë reagime. Të falenderoj nga zemra, sepse mendoj që kjo eksperiencia juaj do ndihmoj shumë nëna, të cilat mund të na dëgjojnë. Kështu që do vazhdojmë të dyja në këtë momente dhe unë dua të pyes se çfarë ndodhi pas ngjarjes së parë. Unë duke patur për herë frikë, sepse kisha frikë se përjetova 2 herë që djalit i rat fikt. Këtu jetoj në fshat Odeta dhe shtëpit kanë goxha hapësirë, por ka njerëzit, po këtu nuk e kupton që ka njerëz në shtëpi apo jo. Në rrugisën time ka ku nga një person, ku janë moshë të madhe, dola për jashtë me djalin në krah Odeta dhe të rrisja për ndihmë, sepse ajo mu tha për momentin të bëja, dhe jo me t'i bia 911-ës, t'i bia po emergjencisë, po dola për jashtë thirrë me të madhe, po ç'thret më e lirë të them tani, kujt i thret? Këtu të kërkosh të thrasësh për ndihmë, këtu s'ka njerëz që se janë të gjithë në përpunë apo të gjithë në ambientin e vet brenda në shtëpi dhe nuk dëgjohet, drejt me thënë, nuk dëgjohet. Dhe hera e parë isha vetëm, hera e dytë që është me bashkëshortin në rrugicat e lagjes po ecnim, dhe bashkëshorti u kthye në punë, por unë u bëra aq e fiksuar, mendoja se për herë binte të fik djalit, dhe kjo frikë e mbledhur e akumuluar nga koriku, dhe unë në korik bëra transferimin e gocës. Nuk e kisha mendjen fare Odeta të kujdesesha siç bëja përpara, mezi haja, mezi merja suplementimet, mezi pija, jo me t'isha përqendruar, dhe vajta për transferimin e gocës, unë kam shfrytzuar dhe anën spirituale si metodë, kujdesem për anën time spirituale, jo vetëm emocionale, fizike, por edhe anën spirituale, dhe kam marrë seansa për hipnozë, theta healing, nuk e di nëse je informuar, dhe të kanë ndihmuar? Tepër Odeta. Kjo është diçka
personale se sa e beson apo se sa punon me ndryshimet e besimeve të tua, me frikrat. Për disa persona funksionon, për disa jo. Unë jam futur ati rrugtimi sepse në korrik të 2024-s u futa, u regjistrova në një program për zhvillim personal, e ndjeja të nevojshme, pavarësisht se kam studiuar matematik, nga ana personale nuk e ndjeja veten të fuqishme. Kisha plot frikra, mosbesime, duhet të bëja gjithë rrugtimin për të arritur në ditën e sotme. Dhe atje një person që na u prezantua në atë program për zhvillim personal dhe unë bëra seancën time të parë të hipnozës, nuk e gjeta veten, pavarësisht se zbulova tepër në atë seancë, praktikoj më tepër theta healing, që është një metodë e pashtë për mua, e besoj, më jep atë energjin pozitive, atë forcën dhe bazë dy mos sukseseve Odeta, që ishte djali i parë nga vezët e para, djali i dytë Shtazania Smitre, bëra një seancë, por i kisha nisur rrugtimin proceset për transferimin e një embrioni tjetër tashmë dhe doja sukses, doja me patjetër sukses se isha e lodhur. Imagjinoa do femra Odeta që i kam bërë disa raunde, ka dhe persona që i kam bërë 10 raunde dhe akoma sukses. Nuk e di drejt me thënë, se unë kam dhe një grup WhatsApp-i që është vetëm pra IVF-in. E qartë, që komunikoni dhe flisni, e qartë, interesante. Po, në gjithë botën, Shqipëri, tepër, Evropë, Amerikë, dhe atje dëgjoj histori, se flasim hapur për gjithë histori tona, për doktorët, për qendrat e fertilitetit, për pakënaqësitë, për ilaçet që marrin secila, për vitaminat, për regjimin ushqimor dhe simptomat që ato kanë, si problemet shëndetësore që gjithë secila ka, se patjetër e ke një problem shëndetësor që hyn IVF-it, se nuk ka mundësi tjetër. Bëra një seancë për të parë ecurinë do kisha apo jo, dhe doja suksesin do e kesh më thanë, dhe unë fëmijën e shoh vajza, nuk e shoh djalë këta. Tash a më lejohet dhe të flas kështu Odeta? Po patjetër, janë eksperienca që i ke përjetuar dhe pse nuk të lejohet. Unë po të dëgjoj me shumë vëmendje. Le themi është një ndër intervistat e mia më të pakta që unë mbyll gojën dhe vetëm dëgjoj. Po të dëgjoj. Faleminderit Odeta. Dhe atëherë thash unë embrionit më të shëndetshëm i kam djem, thash vajzat janë tash kualiteti ulët, shoh vajza dhe unë kisha po besha gati për të firmosur, sepse para se të transferosh embrionin ti firmos disa dokumenta, sa embrioni do të transferosh, cilën gjinin do, djalë apo vajzë. Dhe vendos nëna dhe babai, e qartë. Po, të dy. Dhe i ktheva Odeta, i ndryshova, firmosa për vajzë, ja bëra surprizë bashkëshortit, nuk i tregova. Edhe pse isha pak skeptike, sepse embrionit më të shëndetshëm kisha djem. Vajtëm atje dhe mjekja më erdhi, tha embrionin, tha vajzë më të shëndetshme, tha e transferuam, e shkrim për gati për transferim, po ajo që pati fuqin nuk u shumishuar me qelizat dhe u tregua shumë e sinqert dhe nuk ma bëri transferimin, sepse fare mirë mund ta kishe bërë transferimin me atë embrion të pëndaluar qelizat në atë moment. Kishin bërë procesin e shkrirjes për vajzën e dytë, i cila ishte kualiteti fundit fare e BB, dhe unë kur mendova që kisha 6 embrione, fillimisht tash o BB kaq shumë, çfarë do i bëj këtyre embrioneve, sepse kisha firmosur që do i ruaj, nëse unë largohem nga kjo jetë është i detyruar bashkëshortit i paguaj, nëse jesh larguar nga kjo jetë larg qoftë, do t'i paguaj unë, nëse ndahemi të dy duhet t'i paguaj njëri, kisha firmosur për t'i ruajtur ta embrione dhe as për t'i dhuruar, as për t'i shkatruar, thjesht t'i ruajmë dhe qendra jonë i ruan deri në 10 vite dhe jo më tepër, dhe ti mund t'i marrësh dhe transferosh diku në vend tjetër. Por tash ti kem, thash se si dihet jetës,
se mjekja tha edhe në mosha më e madhe që mund të bëhet transferim dhe jo nxjerrje vezim. Të transferim ne ofrojmë moshën 54 vjeçare, tha. Ti në ato kohë ishe 35. Më fal? Ti në ato kohë ishe 35 vjeç. Po, dhe tha mosha më e fundit 54 vjeçare që ne mund të bëjmë transferim dhe mund t'i mbash të embrionin nëse do. Dhe erdhi mjekja me vajzën e dytë dhe tha shkriva vajzën e dytë dhe bëj transferimi i kësaj, kualiteti BB. Do kem sukses me këtë, i thash, se është kualiteti i fundit fare dhe mjekja tha që emërtimi nuk do të thotë që ti mund të transferosh embrionin më me kualitet dhe mund të mos kesh sukses, sepse janë shumë faktorë, është trupi jot, mitra, organizmi, është plus edhe vazhdimësia e embrionit pas testit kromozomik që i është bërë, janë shumë faktorë tha dhe mos e nënvlerëso asnjë embrion, sepse emërtimi tha është thjesht vëzhgimi me mikroskop nga këndvështrimi që i është bërë në atë moment që është kapur ajo foto, tha dhe i është bërë në emërtimi, tha. Isha një qik e dyzuar, por duke u nisur duke i besuar mjekës, por edhe duke u nisur nga seanca që kisha bërë theta healing, sepse unë një ditë para transferimit kërkova me ngulëm të bëja një seancë për pastrimin e energjisë time, që Liza të pranoja embrionin dhe unë besova. Dhe pavarësisht se rrugtimi ishte i vështirë, unë nuk kisha një gjendje të mirë, unë besova që ai embrion do kapej, do vazhdonte e curin dhe unë do e sillja në jetë atë vajzë. Gjatë fazës Odeta u rëndova keq emocionalisht dhe nuk ka qenë, nuk e di Odeta, ka qenë depresion, se nuk i di mirë të terma që t'i vë dhe nuk ka marrë një diagnozë nga mjekja, se nuk më trajtojnë atë fazë që thoshte ke po kalon depresion apo ankth por lemërova bashkëshortin pas ditës së tretë që isha duke përjetuar atë ndjesi dhe nuk jam në gjendje edhe gati të them atë çka po kaloja konkretisht. Por frika e akumuluar që përjetoja me djalin më bëri që ajo frikë, pavarësisht se ja shpreha bashkëshortit kam frikë, që ndroj vetëm me djalin, kam frikë, në trurin tim u kthye në një ndjesia e frikës, më bëri që truri im të merrte një lloj mase ose një lloj përgjigje ndaj frikës që po përjetoja për të mbrojtur unë dhe unë duhet të bëja një veprim që të shpëtoja nga ajo frikë. Kështu më shpjegua nga psikologja. Dhe i thash bashkëshortit që po ndjej, ja thash troc, tull ja thash, këtë gjë, dua të bëj këtë gjë. Nuk e di, Odeta, unë nuk kam frikë se si mund të gjykojmë edhe mund të mendojnë të tjerët për mua. Por e kam shprehur shumë haptasi në faqen time, por unë doja të bëja një veprim jetësor ndaj djalit. Doja që të mirja jetën që të shpëtoja. Dhe i thash bashkëshortit, ai u alarmua. Lajmëroj me njerë. Shoqen time të ngushtë është e fushës psikologjisë këtu në Amerikë, në shtet tjetër. Dhe ajo tha duhet të lidhim patjetër me një psikologe, sepse pavarësisht se jam e kësaj fushë, unë nuk mund të marr përsipër, sepse jam e përfshirë të njoh, i di problemet e tua, jam në gjendjen emocionale tënde dhe nuk mund të të ndihmoj. Dhe fillova me njerë, pasi më lidhi me mjek me shoqen e saj të ngushtë, që kishim bërë studimet në Shqipëri, por ajo që jeton në New York tashmë dhe ka klinikat e saj në Shqipëri. Mu gjend me njerë dhe unë fillova me njerë seancat e me psikologën, i bëja të shpeshta fillimisht
javën e parë, javën e dytë, javën e tretë, muaj i parë, muaj i dytë. Dhe duke punuar me metodat e saj, kam punuar diku një vit me psikologen. Dhe diagnoza që ajo të përcaktoi në të gjithë këtë gjendjen tënde realisht të rënduar? Frika që unë kishja të rija vetëm me djalin, frika se mos ati t'i binte të fikët, e sinjalizoj trurin tim, se ka kaluar një vit e ca, 2 vjet ke mua vete dhe mbas edhe si mbaj mend, se ndoshta kur mi shpjegonte nuk arria do t'ingulisja, por me kaq sa mbaj mend. Frika që kisha Odeta dhe të shpëtoja nga ky gjendje ankthi, stresi që kisha, truri im thoshte duhet të bësh të veprim që të shpëtosh nga kjo frikë. Por fal Zotit, pas një seance shumë të gjatë, 1 vjeçare me psikologen, gjendja juaj ju përmirësua? Gjendja ime përmirësoi sepse unë jam person që punoj shumë me trurin tim, punoj me veten Odet, dhe edhe kur e shikoj veten në një gjendje emocionale jo të mirë, bashkëshorti për herë më thotë që fol me psikologen. Dakor, flas me psikologen. Do më japi këshillat, më ka ndihmuar tepër Odet. Por ajo thjesht është siç me leksione tek një pedagog. Po nuk i vure në zbatim vet. Ti përdorësh, ti vesh në punë, në zhvillim, por nuk i lëvizje prapanicën vetë, Odet, edhe trurin tënd, atëherë se psikologja mund të rinë nga mëngjesi deri në darkë me mua, të më flasi, por unë i kam marrë tash me ato metoda, atje ku duhet të punoj, atje ku duhet ta ndihmoj veten, dhe e disa më ka rënduar shumë nga kjo histori, sepse pak flasim ndoshta për problemet e shëndetit mendor, edhe për IVF-in pak flasim drejt me thënë, por mua nuk më dha ajo mbështetje dur nga bashkëshorti atëre në hapat e para. Pavarësisht se thoshte bëj seancë me psikologe, më thoshte që duhet të marrësh ilacet, që të pish ilacet, se aq e kuptoj sepse frikën ai e kishte tepër të madhe, sepse ishte detyruar të rinte në shtëpi, mos punonte, që mos kishte atë frikën, sepse unë nuk mund të rija vetëm me djalin. I prem biletat Vjerit dhe Vjerës nga Shqipëria dhe kanë ardhur ata. Të rinin me ty. Po. Dhe unë për një vit Odeta nuk kam dhënë asnjë vetëm me djalin. Zemër. Është shumë e rëndë, sepse kam bërë një luftë aq të madhe për ta sjellë në jetë atë të fëmijë. Dhe të arrish në këtë situatë, në këtë fazore të ndjesi, dhe të mendosh, dhe psikologja ka punuar shumë duke thënë, as nuk e besoj që do arrish ta bësh një gjë të tillë. Fal Zot. As nuk e mendoj, thashtë. Mirë, tani djali sa vjeç është? Elvira, sa vjeç është djali? Djali në nëntor bën 5. 5 dhe o Zot 100 vjeç u boft. E kuptoj që ke kaluar një nga momentet më të vështira në jetën tënde, sapo marrëtheve këtë moment. Sot fal Zoti je nëna e 2 fëmijëve, ke sjellë në jetë vajzën. Edhe vajza erdhi në jetë, Odeta ka ardhur në 20 mars 2025 vajza. Dhe ishte, le të themi, momenti që e mësove që gjithçka shkoi mirë, u lumturove që do bëhesh nën e një vajze. Po, bashkëshorti më tepër, sepse ajo është kopja e bashkëshortit. Është kopja. Edhe vajza lindi me të shë tepër të lartë, Odeta. Edhe vajza. Dhe diagnostikuan me vajzën pata pak probleme në rritje, në zhvillim, nuk merrte peshën e dur dhe zhvillimin e dur, edhe në javën e 37 detyrova të bëja C-section, operacion, dhe aty lindi me glukozë tepër të ulët nga mos ushqyerja, dhe 3 ditë e dyret është mbajtur në dhomë, jo në inkubator, por në atë zonë, por ushqesh me gjumshin që unë pompoja, me formul, lindi me të shëtë e lartë dhe vajza.
Por unë atë ditë kam mësuar dhe hemorragjit e për të lartë Odeta. Është dashur një ndërhyrje emergjente, sepse kam humbur diku 2 deri në 3 litra gjak. Pas operacionit vajta në dhomën Emergjencë. Ku të qëndroja, po. Dhe aty fillova hemorragjin, por unë as se ndjeja fare se isha me efektin e narkozës. Dhe për herë vjen mjekja që bën operacion. Ginekologja më bën edhe operacione. Të bën kontrollet. Edhe vjen disa minuta pas operacionit në dhomë, i shkon gjithë pacientëve dhe aty shikon që unë kisha hemorragji, por nuk e ndjeja dhe në atë qetësinë e vet lajmëroi gjithë stafin dhe Odeta, unë para se të bëja operacionin, plotësova dokumentat dhe më thanë që nëse ke nevojë për gjak, dëshiron që të bëjnë transferim gjaku, dhe unë thash, po ç'është kjo pyetje, thash, pastaj thash unë kam burin, thash i kemi të njëjtin grup gjaku, e tha. Jo zonjë, tha, e kemi vetë gjakun, tha, këtu në spital ta të ofruar ta, ti ta dëshiron ta, po thash unë, po nëse kam nevojë për gjak, thash unë patjetër që duhet të më transferoni, ç'ai bie, thash unë. Ka tha fetha që nuk e pranojnë transferimin e gjakut, edhe thash unë për fen tash i bie të vdesi tash. Është zgjidhja jote, tha. Është vërtet. Dhe po, është vërtet, por më duk kështu si, nuk e di. Habi. Po, edhe nuk e di, edhe mua më ndodhi që unë të kisha nevojë për gjak. Se patë hemorragji. Po, dhe kisha firmosur shiqur Zotit dhe ndërkohë që gjaku me erej, por që s'ishte i shkrir, dhe ata e ngronin tubat zorat, ndërkohë që gjaku hynte, edhe mjekja që më bëri disa gjylpëra, për që unë prap nuk i ndjeva se isha në efektin e narkozës, dhe nuk e di, është një ballon i thon Java që futet në mitër për tu hapun dhe të lejuar mitën të çojë në hapësirën e vet. Atë bëri mjekja dhe e la në brendësi brenda dhe pasi bëri gjylpërat u vajti te dera, u mbështet atje dhe po priste. Kaq. Po priste se si unë të reagoja. Dhoma u mbush plot me të gjakut, me infermier, me ata të narkozës, u bë gjendje alarmante dhe unë që isha njëri kështu qas ndjeja gjë, shikoja, thjesht shikoja. Bashkëshorti ishte ai që përjetoi traumën, sepse ai më shikonte dhe fizikun tim dhe arrinte t'i analizonte më me gjaktotësi gjërat, kurse unë isha njëri pa ndjenja fare. Goca që ishte aty në krah që qante dhe ai e mbante për që ajo kishte nevojë të pinte dhe ndërkohë sheqeri binte akoma më tepër, por ne nuk e dinim se kishin bërë analizat. Ishte një periudhë goxha, një fazë goxha e rëndë atje. Bashkëshorti im ka qenë për herë në ndërhyrjet e mia dhe ai ka më shumë më tepër trauma, sepse ai shikon kurse unë thjesht i kaloj në trup, por nuk shikoj Odeta. Dhe ai është më i rënduar nga ana psikologjike. E mora veten, nuk e di si, të nesmen lëvizja në për korridoret e spitalit dhe të tërë mjekët më thoshin që kjo ishte ajo që sapo unë pika gjak edhe unë ishe ajo. Që një rikuperim normal, dhe ta mirë kam esë shiqur Zotit, gocës ju deshën deri 3 muaj që të bëjmë të analiza për kontrollin e të shës, se të shëja i hulej, por jo atje në normalitet ku i duhej, ishte me ritme të ulta, por mjekët nuk i nisin ilaçin sepse FT4 dhe FT3 që i saj ishin në vlera optimale dhe kjo tregonte që ajo nuk kishte problem me tiroidin, por e kishte vetë nga stresi, nga rrezika që kishte përjetuar. I nisa vitaminën D, qumshi po flinte gjumë dhe të shëja i vajti në rregull gocës. Dhe po ecte Odeta, po ecte çdo gjë mirë. I oqa i ndalova, sepse nuk arrita të kisha aq sasi qumshi gjiri pavarësisht me pompë, në muajin e 9 ndaloj gjiri me gocën. I nisa formulën dhe thash bashkëshortit,
o do kthehem të punoj, i thash, ose do transferoj një fëmijë tjetër, i thash. Me dëshirë të dy, por me ato pengesat e tepërta ku andej ana ime emocionale, fizike, fëmijët e vegjël, ana ekonomike po ashtu. Kishim dhe 3 embrione meshkuj. E dashur Dira, dua të bëj një pyetje. Po. Të kishin ngelur dhe 3 embrione meshkuj. Mendove të bëj një fëmijë të tretë sepse ishe një nën që kërkoje shumë fëmijë, apo thjesht fakti që kishe këto 3 embrione dhe do t'i përdorje, nuk ishe rrugëzidhje tjetër, nuk doje ti jepje, nuk doje ti shisje, ti transferoje në trupat të tjerë. Unë kam firmosur për mos durim, për mos shitje, për asgjë. Dhe unë ata i konsideroj fëmijët e mi. Dhe e doja me patjetër një fëmijë sepse nuk ndihem e plotësuar, nuk jam e plotësuar. Nuk e kam shijuar, nuk e kam kuptuar që kam sjell në jetë 2 fëmijë. Truri im akoma se ka perceptuar që unë i kam sjell ata fëmijë. Dhe dua që ta shijoj si shtazani, ta ndjej që jam shtazan, ta ndjej që po lind një fëmijë. Dhe bashkëshorti po ashtu do tepër një fëmijë. Dhe nga seanca e fundit që bëra me Theta Healing Odeta, fëmija im akoma nuk ka lindur. Dhe shpresoj Zotit ta lind tani me transferimin e ardhshëm. Transferimi i fundit ka qenë përpara sa kohësh? 7 prill 2026. Embrioni i dytë i kualitetit më të mirë. Unë bëra një punë shumë të madhe, sepse kisha të shëm tepër të lartë nga gjithënia. Në mars goca bëri 1 vit, kisha bërë operacion, ngritje gjatë natës, mosushqyerja e mirë. Më kish bërë që antitrupat e mi të Hashimoto's të bëja ishte rritur, normale që rritet. Dhe të sheja ime ishte rritur dhe unë bëra 1 muaj e gjysmë, 2 muaj intensive kujdes në vetes për ushqyerje, për rënje peshe, për ulje të shës në vlerat e saj më optimale, ulje në antitrupave dhe u desh të ngushtoheshim në disa gjëra që bashkëshorti mos të punonte aq shumë, sepse bashkëshorti ishte detyruar përveç se restoranti që punon edhe taksi gjatë natës, për të bërë pagesat mujore, për të mbledhur 1 lek për IVF, se transferimet kushtojnë, vetëm një transferim pavarësisht se e ke embrionin, kushton transferimi. Më fal, nëse dëshiron, sa kushton? Sa shkon në aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Diku $8.000. $8.000. Por pagesa që mbahen në temperaturat të caktuara, embrionet, vezët e tua që janë aty, sa kushton? Një herë në vit i pagojmë, diku varet në bazë të numrit të embrioneve që ke, por ne tani mund kemi arrit diku $800-900 në vit. Dhe fatkeqësisht transferta që bëre tani në prill nuk rezultoi që të sillje një fëmijë të tretë. Që një shtatzani, unë deta sa herë që transferoj embrionin unë shikoj ëndër. Natën e parë të transferimit të embrionit unë shikoj ëndër. Që kam ngel shtatzan apo nuk kam ngel, që do eci si shtatzani apo jo. Dhe unë kam një video në Instagram që e kam hedhur që them. E kam parë, e kam dëgjuar. E ke dëgjuar, po. Dhe unë nuk e kam thënë ëndrën e plot. Unë e pasha të ëndër me atë fëmijë në krah, me një moshë që duke disa muajsh më i madh, edhe dilja jashtë sepse kisha frikë mos më largoje bashkëshorti, mos më linte, por nuk më la, ishte aty në obor. Por nuk e kuptova që mua do më largoje fëmija. Dhe pasi ndodhi kjo që ndodhi, bashkëshorti tha, thua shqyr që s'të la shumë, që si ka unë, po iko ai fëmijë. Dhe kjo ishte, nuk ishte thënë që ai embrion të vinte, edhe nëse do më vinte, nuk do më vinte plot i shëndetshëm, e ndjeja, sepse kisha merak mos më linte para kohe. Unë ja kuptim këtyre gjërave.
Nuk e di, ndoshta nga disa edhe nuk besojnë, por unë kam parë me vajzën, kam parë me djalin, i kam parë ëndrat dhe më kanë dalë. Presim që transferimin e ardhshëm të kanë ngelur dhe sa 2 embrione. Dhe 2 embrione. Elvira, do e bësh të radhës, kur mendon, kur trupi jot jetë gati? Do marr kohë për vete, po do e bëjmë brenda këtij viti, por nuk e tregojmë kur. Do sigurohem që do e lind ose do e tregoj. Unë uroj që të bësh nën, tani i bie nën e një djali, janë të 2 djem. Vezët. Uroj që të sjellësh një jetë djalin e dytë. Nëse do ndodhi që do e sjellësh një jetë djalin e dytë me embrionin e fundit djalë, çfarë do bësh? Nuk e di, Odita. Se dëgjoj, pavarësisht se unë doja sukses të kisha, prak me rak kisha, ja pata sukses, çfarë do bëj me të tjerët? Dhe ndonjëherë ndihem më e lehtësuar, ndoshta nuk e di si mund të mendojnë këto, por si mund të gjykojnë nga ty, nga shqiptarët. Ndonjëherë them bëri mirë që nuk vazhdoj si shtazani, sepse më jep mundësi të jap mundësinë embrionit të ardhshëm. Dhe unë nuk ndihem e qetë kur e kam atë embrion. Dhe shumë thonë që pse nuk tenton për shtazani naturale. Mund të tentoj, por unë asnjëherë s'kam për të ngelur e qetë dhe duke menduar që i kam. Për mua janë fëmijë, unë kam luftuar shumë dhe mua më thrasin ata, nuk e di. Pavarësisht se kam punuar që të shqetësohem nga kjo pjesë që të mendoj sikur më thrasin, por nuk e di, as vetë nuk e di, kështu që më mirë ndihem e qetë kur ju jap mundësinë, shansen atyre, edhe pse nuk do kem sukses, që jam e qetë që ja dhash mundësinë për ta sjellë në jetë, pavarësisht se erdhi, pavarësisht se kush është arsyeja, të kujdo qoftë se arsyet, ai vjepi ka shumë, ti mendon se i ke në kontroll të gjitha, analiza, kontroll mitre, për herë del diçka Odeta që nuk e lejon suksesin dhe ndonjëherë është fat i madh që është sukses në ai vjet. Dhe unë të uroj sukses realisht për të patur fëmijën tënd të tretë, sepse e dëshiron dhe kuptohet kjo që nga sytë tu, mënyra se si flet, emocioni që përjeton në çdo fjalë që nxjerr nga goja jote dhe më ke emocionuar pafund, dashur Elvira, ke folur pa dorashka dhe ke treguar një rrugëtim të vështirë, të bukur, por që ja ke dalë, e ke patur forcën për të që ja ke dalë dhe nuk më gënjeu nuhatja ime kur të takova ty për herë të parë në Instagram me atë videon që të perceptova pa të njohur që kjo vajzë është e fortë, kjo nënë është e fortë dhe vërtet je një grua e fortë. Faleminderit. E dashur Elvira, po e shijoj shumë të gjithë këtë bisedë, desha të pyesja si është jeta jote me 2 fëmijët, bashortin, si është Amerika për ty, çfarë mendon për të ardhmen tënde? Unë besoj që ju aty do jetoni, nuk mendoni të ktheheni në Shqipëri. Nuk e keni menduar, besoj. Fëmijët E kemi menduar, por nuk e mendojmë më tashmë. E kemi menduar? E kemi menduar. Është e lehtë si jetosh aty në Amerikë për një emigrant? Unë e dashur Elvira, kam udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës tek njerëzit e mi, përshtypja ime, unë nuk kam jetuar aty, kam shkuar si mike, kam qëndruar disa ditë, kam shijuar vendet e bukura, kam parë anën më të bukur të New Yorkut, aty ku kam qenë, por jo se si jetohet. Por aq sa arrita të perceptoja ishte më duk sikur njerëzit e mi jetën e kishin nga mëngjes deri në darkë punë, më duket sikur nuk e shijonin, ai New Yorku më duk si një qytet shumë depresiv. Ishte perceptimi im i parë, prandaj po të pyes ty që ke shumë vite që jeton aty, është e lehtë për një emigrant, jo për një amerikanë, flasim për një emigrant. Kupton. Emigranti, Odeta, asnjëherë nuk ngopet. Përse, sinqerisht. Dhe e kemi vetë në dorë jetën ta bëjmë të ngarkuar apo të lehta për ta shijuar. Emigranti nuk e shikon jetën për ta jetuar, për të bërë anë ekonomike. I ke gjitha kushtet në shtëpi, por duhet të punosh
për t'i paguar të kushte, por ti nuk e shijon këtë kusht që ke sepse nuk e kohën. Dhe varet nga familjet çfarë kërkojnë në këtë jetë për të jetuar, sepse ti mund të jesh në New York, tu ku jam unë, por mund të jesh edhe në Shqipëri, në një fshat të Shqipërisë Odeta, por nuk është vendi, është njeriu, se si do që ta jetoj, çfarë e ngop, çfarë jep kënaqësi, dhe ne kemi ndryshuar stilin e jetës të menduarit, shoqëria jonë, njerëzit tanë kanë biznese, kanë ecur, dhe ne bashkëshorti punon për të kryer nevojat mujore, por jemi përqendruar dhe fokusuar në të jetuar, në të jetuarin shëndetshëm, në të jetuarit të tashmes, dhe jetoj momentin, ditën e sotme, mendojmë për të nesmen, por nuk mendojmë që të punojmë sot, të jetojmë sot për të jetuar të nesmen, për shijojmë të momentit. Dhe dita ime nis Odeta, ngrihem në mëngjes, alarmi është goca, ngrihet orën 6. Pi ilaçin e tiroidit direkt me një filxan ujë, ngrihet djali më pas, jap ilaçin djalit, dhe ngrihet bashkëshorti, se bashkëshorti punon masdite, i plas fëmijët bashkëshortit, vesh rrobat dhe dal jashtë, 1 orë e kaloj në vetmin time jashtë. Bëj ecje, bëj meditim. Dhe bën gjë më të mirë, gjëja më e mirë për trupin dhe për mendjen, ajo shëtitja në mëngjes është. Po mos të bëja këto, nuk do isha sot me ty duke folur këto. Kështu që dhe kthehem. Ndërkohë bashkëshorti i ka dhënë gocës, lëngun e kockave që të pi, je bidonin e qumshit akoma, gjërat kështu. Del jashtë, dhe djali duhet më presi mua që të konsumoj mëngjesin bashkë, sepse edhe djali duhet të qëndroj 1 orë nga ilaçi i tiroidis, dhe konsumoj mëngjesin së bashku. Unë jam duke gatuar, duke i bërë gati atit avokadon. Djalin e kam alergjik ndaj vezës, glutenin nuk ja jap si ati dhe vet, ka alergji nga qumshi i lopës, ka disa probleme alergjisht dhe jam pak e ngush në mëngjesin e tij. E qartë, vetëm në mëngjesin e tij, vetëm në mëngjesin, sepse nuk di çfarë t'i ofroj për mëngjes. Plus edhe nga orët është goxha alergjik djali, dhe pastaj fillon rutina, bëj punët, duhet të gatuaj me patjetër sepse për herë konsumoj ushqim të shëndetshëm në shtëpi, duhet të pi ato çajrat e mi, duhet të bëj ato dry brush, edhe red light therapy që kam, që e përdor për herë. Duhet të kujdesem Leta për shëndetin tim. E ke ditën të mbushur dhe më vjen mirë që dita është e mbushur dhe kalon e gjitha shumë mirë. E dashur Elvira, ishte një kënaqësi shumë e madhe, sinqerisht, që ishe sot këtu me mua, tregove këtë eksperiencën tënde, por para se të falenderoj, do doja që ditën e sotme të përcjellje një mesazh për të gjitha ato zonja, nëna, gra, që duan të nisin këtë rrugëtim. Rrugëtimin e IVF-it. Po, atë që ti e ke nisur dhe ende në proces. Dëgjoj Odet, unë fal këtij procesi kam sjell në jetë 2 fëmijët e mi dhe vazhdoj të sjell në jetë, por pavarësisht se jam suportuese tepër e madhe e IVF-it, nuk ja uroj askujt që të hyjë në rrugën e IVF-it. IVF-i nuk është as pak rrugëtim i lehtë. Ne hyjmë IVF-it, por nuk merremi me problemin rëndësor që kemi, që na ka çuar drejt disbalancës hormonale, apo drejt një shtazënie që s'është spovje natyrale. Ka diçka. Mund të merremi me nivelin e progesteronit të ulët, e estrogenit, e këtyre hormoneve, por këto janë simptoma, këto janë arsye që janë shkaktuar nga një problem shëndetësor. Dhe gjëja e parë që ginekologu thotë, rrugtimi jot i vetëm është IVF-i dhe nuk ke rrugë zgjidhje tjetër. Dhe ne këtë e besojmë dhe shkojmë me vrap drejt rrugës së IVF-it.
dakord, pranoheni, shkoni, nuk është i lehtë sepse nuk ofrohet mbështetje emocionale në këtë grupim. Nuk ka një qendër fertiliteti që të ofrojë një punonjëse sociale për këto mbështetje emocionale, për treguar rrugtimin, emocionet që përjeton, thjesht për të bërë një bisedë, sidomos në 2 javshin e pritjes. Dhe ne shkojmë drejt IVF-it, vrapojmë, nuk themi kur do ikim, por ai vrapimi nuk është sukses Odeta. Ne shkojmë për pa u kujdesur për cilëtetin e vezëve tona, pa u kujdesur për shëndetin ton, qoftë edhe për vlerat e vitaminës D apo të hekurit që janë minerale dhe vitamina shumë të rëndësishme për që nuk ju vihet zë, dhe këto janë tepër thelbësore, sepse mjeku bën vetëm analizën e FSH-s, LH-s, bën progresteronin, estrogjenin dhe nuk bën një analizë të vitaminës D, apo nuk i jep zë pjesës së tiroides, mjafton që e ketë TSH3, 2.5, por nuk shikon atë FT4, nuk shikon atë FT3 që janë kryesoret. Dhe arsyet që femrat shkojnë më të shumta janë sëmundjet autoimune, PCOS që tani është bërë PMOS-ja, endometrioza, bllokimi i tubave, dakord, bllokimi i tubave që je detyruar të shkosh drejt IVF-it. Nuk ke rrugëzimi tjetër, por këto deta ti po nuk kujdese, po nuk ule inflamacionin në trup, pavarësisht se ju në rrugës së IVF-it, ti nuk ke as kualitet të vezëve, nuk do krijosh embrion, mund të krijosh, por ai embrion nuk do rezistojë, nuk do sjellë një shtatzani, mund të sjellë. Nuk e këshillon. Unë IVF-in e mbështes, siç e them, por që mos e vini. Mos u dozoni me njëherë, bëni përpjekjet maksimale, pastaj të shkoni në këtë rrugë. Ndoshta të duhet shumë tepër kohë deta e gjatë dhe për kujdes maksimal, sepse me IVF-in është një ndihmë që ti jep trupit për të arritur një shtatzani. Kështu që mund të kesh nevojë për atë ndihmë të vogël, por mos i var tëra shpresat dhe mos e lër tër suksesin vetëm te procesi i IVF-it, por është kualiteti i vezëve tuaja dhe i shëndeti i trupit tënd. Dhe ti këtë ke në dorë, këtë bëj. Pastaj IVF-i është pjesë e vetës. Me sa po kuptoj, 2 vezët e fundit do jenë që do përdoren, nuk e ndërmend të bësh, le të themi, tentim natyral. Po. Tentimin natyral do e bëj pasi i kam transferuar ta 2 embrione. Se kështu ndihem e qeto deta. Pra, do shfrytëzosh dhe këto 2 embrione, ndërkohë vezë të tjera nuk do heqësh për t'i ruajtur. Jo, asta, deta nuk mundem. Është e fundit, e mbyll këtu dhe pastaj në mënyrë natyrale nëse do të vi një fëmijë e pret me duar hapur. E dashur Edlira, të uroj shumë suksese, qofsh gruaja, nëna më e lumtur në botë, të uroj më të mirat e kësaj bote dhe shumë faleminderit që sot ishe këtu në live me Odetën dhe na tregove këtë eksperiencë. Mersi shumë e madhe. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë ju dërgoj tepër përqafime dhe dashuri. Miropafshim. Gjithë mirat Odetën. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur apo edhe të hidhur, por që keni mësuar se si ta jetoni jetën dhe se si të përballoni problemet dhe dhimbjen ta ktheni në forcë, mund të më kontaktoni, ne kemi nevojë për këtë histori frymëzuese. Numrin tim e dini dhe nëse nuk e dini e keni të shënuar poshtë me titra dhe është pikërisht numri 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta shqiptare. Faleminderit që më mbështesni, takohemi nesër. Mirupafshim.